Shumë prej sociologëve konsiderojnë që edhe kriza ekonomike, edhe vështirësitë me cilat përballen familjet, çiftet, shkaktojnë divorce, shkaktojnë qarje. A janë edhe këto shkaqe, apo çka na mëson Islami kur ne përballemi si çifte me kriza financiare, me kriza ekonomike? Po, na e që dim, se na kemi kaluar në ato, të kurozimi atë ceket, sigur nëse shkon komunë, si nëse e bën xhamit e hoxha kurozimin, aty ceket që kanë me desht, me respektu, me përkron njëri tjetrin, të mirën të keq. A është kështu? Tamam. Do thotë ku po jetë kjo në farë kjo besatim që e kanë bërë çiftin ndërmjet veti. Do thotë unë kam me desht, kam me respektu sot është të shëndosh realiteti tash. Sa është të shëndosh, sot ka pasuni, po si mos ekziston njëna, atëherë do të më prish lidhja? Atëherë do thotë këtu nuk ka dashuri, këtu ka interes, këtu nuk ka sinqeritet. Ndërsa lidhja e shnosh, pa marrë parasysh situata në cilat kalojnë, njëri tjetrin e përkrajnë. E jo tash nëse në zonave ndodh që mu godit me dhënë fatkeqësi, qoftë që e the ekonomike, ose zonave që po ka raste për shembull dhe godet ndonjë smundje e rënd, atëherë tani me ndru, atëherë ti nuk e pas ke desht mbrëmshmen e tina ose cona. Po ti e pas ke desht atë pamjen e jashtme, e pamja e jashtme është ajo që ka marrë momenti edhe ka mu zbe, ose ka mu plagë. Do thotë, e pse e thamë në puna e moralit? Se morali, pa marrë parasysh gjendjes ekonomike, pa marrë parasysh gjendjes dukshmes, qoftë moshën të femra, ajo nuk duhet me ndryshu. E kjo është që na lidh. Edhe duhet me dashnia me kon gjithmonë, edhe respekti me kon sikur që është normal që sos sikur se në fillim, se tani janë obligimet, fëmija, të lashët këtë, mirë po respekti nuk bën me hu. Pejgamberi sa kur e ka pyet gruaja vet, kur e ka pyet njëri prej shokëve, pejgamberi sa ka thonë, ku ne don më shumë ti? Edhe mas sa vite martesë. Pejgamberi sa më ka thonë, njëri në parë që e ka përmend, ka thonë grujen, Aishën. Mas shumë të e du Aishën. Të na për shembull me bëj me të mirë dikush të thonë, grujen e du mas shumë të, huardh burr. Pse duhet me më shef to? Pse duhet me turpnu? Është interesant i njerë që, për shembull e gjuhën që me të vetmi njeri që nuk ki, me thonë shtu, vijat kuqe, edhe që ti din gjitha sekretet, është bashkotja edhe bashkotja burrit vetë. Qof me nanën, qof me babën, me vllain, me vladën, me këtë, ki vijat kuqe. Nëse bashkotja me veti nuk kanë sekrete. Do thotë gjitha vijat e kuqe bindet. Nuk duhet të ketë. Do thotë ti bashorti me bashortin është sikur mushkrimi i njëri, po.